do ta kemi në lidhje kolegun ton nga Maqedonia e Veriut, Mustafa Ademin, me të cilin do të diskutojmë për dënimin që mori, dënimin e rënd në fakt që mori skuadra e Shkëndijës nga Tetova. Përshëndetje Mustafa, faleminderit shumë që je me neve sonte dhe dëgjues të Radio Dukaxhinit. Përshëndetje, na im është kënaqësi për mua të jem bashkë me ty dhe me gjithë dëgjuesit të juaj për momentin. Po dalim tim direkt te dënim shumë i rënd për Shkëndijën. A ka pas realisht a dihet a ka pas dënim më të rënd ndonjëherë në Maqedoninë e Veriut në futboll? Nga ajo që arrita të hulumtoj gjatë ditës djeshme, nuk më doli që ka më shumë se ndoshta 7.500 euro. Dënim më të madh deri tash, hajde do ta teprojmë dhe do të shkojmë deri në 10.000 euro, por 105.000 euro as në ëndrat më të mira dikush, as në ëndrat më të mëdha dikush tjetër nuk do të shifte një dënim kaq të madh. Unë për vete hala nuk po muj me besu që ka mundun kaq shumë të shkoj Federata e Futbollit e Maqedonisë Veriut edhe të jap dënim të këtillë, edhe pse kam thënë shpesh ndodhen me të vërtetë disa gjëra që a ditë apo atë natë në stadiumin e qytetit në Shkup nuk u desh të ndodhin, por megjithatë kjo është diçka e egzageruar e themi, por është pak faktikisht ta themi egzageruar, është kështu të flasim në fjalorin popullore së tepruar. A diçka mboli për shtypje Mustafa mas shumti, fakti që për të njëjtin qëllim janë dënu dy atë ekipet, edhe Sileksi edhe Shkëndija e Tetovës, sa i përket hudhjes së mjeteve piroteknike. Por diferenca në çmime është shumë e madhe. 30.000 është te Shkëndija, soke 5.000 ose 7.000 ke te Sileksi. Vetëm 5.000 Sileksit. Unë e thash edhe gjatë ditës djeshme me një lidhje tjetër në Shqipëri. Naim beson që këto dënime mund t'i përballojnë Maqedoninë dhe në futbollin e Ballkanit përgjithësi vetëm klubi i futbollit Shkëndija. E di shumë mirë edhe ti që në Kosovë edhe te ne pak a shumë, te ne ndoshta është edhe më dobët. Klubet e futbollit shumica në kategorinë elitare të futbollit vendit ton veprojnë gjatë gjithë sezonit me 500 deri 1 milion euro faktikisht. Dhe ti tash nëse dënon, hajde që Shkëndija e ka pronarin i cili ka shumë parë, që faktikisht ta blen ndoshta edhe gjysmën e Maqedonisë. Po që nëse bën Sileksi kështu, a do ta kishin dënuar me 105.000 euro Sileksin, ku jam i sigurt që Sileksi është një ekip për një vendi ku as pula ndoshta nuk bën dho dhe nuk kanë më shumë se 500.000 ndoshta euro buxhet, dhe tash kishin pas ata guximin ta dënojnë Sileksin me 105.000 euro. A do t'ja kishin arritë me dënu me 105.000 euro, apo ndoshta vetëm se është Shkëndija, se është Lazim Desani mbrapa gjithë kësaj pune, se është ekologu, se është një ekip apo një person i cili thuhet se ka ndoshta pasuri mbi 3 miliardë euro dhe hajde tash ta dënojmë kaq shumë, me të vërtetë është e vështirë për të besuar gjithë kjo që po ndodh këto 2 ditë lidhur me këtë dënimin, edhe pse them edhe një herë tjetër, jam kundër shumë punëve që ndodhen natë. Si fërshëllim na e hymnit Maqedonisë së Veriut, si mospranimi i medaljeve prej anës futbollistëve Shkëndijës së Tetovës, edhe disa gjëra tjera, por që e pranojmë ndoshta edhe dënimin me 1 vjet mos pjesëmarrje në garën e kupës, si ndodhi edhe te ju me Ferizajin që u dënua me 2 vjet. Ama kjo puna e shumës me 105.000 euro është me të vërtetë shumë e madhe dhe shumë e tepruar. Çka ndodhi realisht që erdhi deri te mosdalja dhe mospranimi i medaljeve nga skuadra e Shkëndijës? Ku ishte ai mlefi i tyre? Realisht nuk është që kanë thënë diçka prej muhabetës që i kumbohune me disa prej personave që janë zyrtar, thuhet se ka ndodhur deri te një mosmarrveshje faktikisht. Futbollistat në atë moment kanë qenë pranë tifozëve tyre ballistave. Dhe ballistat pasi ka qenë ndeshja e fundit të sezonit, që kanë mund të marrin pjesë, sepse pas 3 ditësh e lunte Shkëndija ndeshjen e fundit të kampionatit, po e lunte me Vardarin teren mysafir, dhe është e qartë që aty nuk do të ketë tifo grup të Shkëndijës së Tetovës, dhe për ato ja kanë marrë shumicës futbollistëve fanellat, sikur ndodhës çdo kon. Dhe në ato momente kur është thu faktikisht prej anës të organizatorit, shumica e futbollistëve Shkëndijës së Tetovës kanë qenë të zhveshur në pjesën e sipër me trupit tyre dhe nuk ka pas faktikisht mundësi ata të shkojnë dhe të pranojnë medaljet. Ka qenë 1 ose 2 ftesa maksimalisht prej anës së spikerit të zyrtar, futbollistët në atë moment nuk ka qenë të gatshëm dhe ka ndodhur faktikisht një mosmarrveshje e cila them edhe një herë tjetër, ndoshta nuk është dashur të ndodhë dhe erdhi te gjithë kjo, po nëse kthehemi mbrapa te gjithë ajo që ndodhi në atë natë. Këtu dënime kaq të mëdha për klubin e futbollit Shkëndija po ndodhin me një ndeshje ku Shkëndija nuk ka qenë organizatore. Organizatore ka qenë Federata e Futbollit Maqedonisë Veriut. A e kanë fërshëlluar hymnën Mustafa Naimi apo kushdo qoftë. Kapi ata persona që kanë qenë ose atë pjesë tribunës në atë moment zbraze. Sakt. Pse ti më ardhën me pyet. Tani tjetra, ballista, tifoz grupi më i zjarrt i faktikisht i Shkëndijës edhe prej më zjarrtëve në kudo, në atë moment nuk kanë qenë prezencë në stadium.
Ballistat janë futur në stadion, do me thonë, mas i ka fillu ndeshja. Janë vanu në rrugës aty në tuar prej Tetovës dhe këtu thuhet që ka qenë fërshëllima faktikisht prej anës tribunës zyrtare pak a shumë apo prej tribunës qendrore ku ka pas ana e majt ku ka qenë ndame për tifozët për krasit e Shkëndijës Tetovës. Po pse mos themi që ndoshta aty ka mundur të jetë dikush edhe jetnis Maqedone apo ndoshta ka qenë ndonjë ku e di, dikush që nuk e do Shkëndijën e Tetovës dhe kanë fërshëlloj himnin dhe ta shkakuj aty në Shkëndija ta pasoj gjithë këtë dënim të madh. E them edhe një herë tjetër, këtu ka qenë organizatore Federata e Futbollit Maqedonisë Veriut dhe nuk është zhvilluar një ndeshje ku Shkëndija e Tetovës ka qenë një koqire. Tani mjetet piroteknike ti si organizator nuk është dashur të lejosh mjetet piroteknike të futen në stadion. Sakt, se i organizatori i ngjarjes. Po, nëse Shkëndija ka qenë organizatore e ngjarjes, ti i ja jep dënimin Shkëndijës Tetovës dhe tani Shkëndija eventualisht mund t'ja përcjell dënimin kompanisë sigurimit. Ama këtu Shkëndija Tetovës nuk ka qenë organizatore. Po edhe në këtë rast dush me dënu dyja të njëjtë për mjetet piroteknike në rastin më të keq. Edhe dush me dënu faktikisht kompaninë e sigurimit se si ja ka leju faktikisht tifo grupit edhe të Cileksit, po para se gjithashtu edhe të Shkëndijës Tetovës për t'i futur ato mjete piroteknike. Në stadion domethënë ka ndodhur shumë gjëra që me të vërtetë mu nuk po mbesoj që ashtu në për momentin. Dje klubi futbollit Shkëndija do nëse sipas me një vonesë pak u lajmëru me një reagim, me një të shkurt, por që i goditi si duket mirë Federatën e Futbollit Maqedonisë Veriut, ata sot me një herë dhanë një kundërsun nëse mund të themi ashtu, që ishte edhe një lajmërim edhe më rigoros ndoshta asaj që ndodhi para 2 ditësh. Do ta shohim ku do të jap fundi kësaj punës, por tash mua nuk po m'pëlqen as pak dhe më shumë ti që po frikson e kam shkruajt edhe në rrjetet sociale që është momentin e parë, është puna që mos vjen deri te ftokja e Lazim Destanit, e djemve ti, e kompanisë ekolog dhe nesër pas nesër të largohen ata prej klubit futbollit Shkëndija. Atëherë do të shohim Shkëndijën, padyshim që do të jetë shumë problem, por do të jetë shumë problem i madh për futbollin në Maqedoninë e Veriut totalisht në përgjithësi. A ka hapësirë Shkëndija për ankesë në Federat për zbutjen e dënimit ose për me vazhdu këtë lënë në gjykatë? Sipas meje, padyshim unë qysh prej dje kam mendu që ata do të apelojnë, kam informata që faktikisht janë të bërë diçka gati, tashmë sot e premte ndoshta deri në të hënën, por që ka qenë diçka edhe më interesante për informatave që i kam jo zyrtare prej klubit deri ditën e djeshme na im, edhe një gjë tjetër që ka ndodhur shumë interesante ose Federata e Futbollit këtë dënimin e ka lajmëruar faktikisht të Komisionit Disiplinor të Mërkurën, ndërsa nëse nuk gaboj deri dje diku një periudhë goxha të mirë, domethënë brenda 24 orëve thujse, klubi futbollit Shkëndija nuk ka pas asnjë lajmërim zyrtar për dënimin. Që domethënë edhe kjo është diçka shumë e veçantë, shumë interesante, po them edhe një herë, prej burimeve jo zyrtare, jo prej ndonjë zyrtari të klubit futbollit, por diçka prej anës që më ka ardhur dhe nuk jam i sigurt nëse ka ndodhur kjo apo jo. Gjithashtu nëse nuk ka ndodhur kjo, atëherë edhe Shkëndijës mund t'i japim faktikisht ndoshta pak edhe hapësirë që edhe ta pranojmë pak a shumë atë, ta kuptojmë që nuk reagoj me një herë, kalun thujse 24 orë dhe erdhi klubi futbollit Shkëndija me atë reagim të vogël. Do të presun me padorim ta shoh çfarë do të ndodhë gjatë ditëve të javës sashme, por dora në zemër prej asaj që sot Federata e Futbollit Maqedonisë Veriut u bë lajmërua edhe një herë, nuk është se më dha ndonjë sinjal shumë pozitiv që mund faktikisht ndoshta të vijë edhe deri te ndonjë zbutje. Gjithë këtë dënimi edhe një herë tjetër e them që është marramendas jo për kushtet futbollit Maqedonisë, jo të Kosovës, jo të Shqipërisë, por ndoshta edhe më të mëdha. 105.000 euro dënim vështirë se pagun edhe ndonjë ekip evropian. Edhe përpos kësaj, përpos krejt këtyre, nëse nuk gabohem, kanë edhe 4 ndeshje dënim pashikues. Pashikues po sezonin e ardhshëm. Edhe kjo është faktikisht ngarën e kupës për dënon për kampionat sezonin e ardhshëm. Po dhe kupën e ke dënu mos pjesëmarrje faktikisht një vit, dënojmë brenda kupës gjithçka që e dënon, sipas meje edhe duhet të jetë logjikshme që është penalizuar boll Shkëndija me atë vetë faktin që është dënu faktikisht një vit mos pjesëmarrje në kupë. Tash plus edhe 4 ndeshje në mos prezencë, me të vërtetë janë shumë dënime, domethënë që nuk e di si janë marrë, realisht nuk e di si janë marrë. Ka ndodhur edhe disa dënime tjera të cilat kanë qenë të kaluar, kryesisht ku Shkëndija ka pasur më shumë në futbollin e Maqedonisë Veriut, të kaluar edhe Maqedonisë edhe klube tjera shqiptare, por kjo me të vërtetë i ka kaluar tashmë këtë kufi dhe do të shohim çfarë do ndodhë. Gjatë ditëve të ardhshme fillimisht me apelin e klubit Shkëndijës edhe më pas edhe me raportet para se gjithash Shkëndijë Federata e Futbollit, pasi edhe një herë tjetër e them, mund të jetë ndonjë klub tjetër, por kjo është Shkëndijë. Do të thonë është simboli i shqiptarëve gjithandaj dhe para se gjithash e them një herë tjetër, është Shkëndija e cila udhiqet nga Lazim Destani, nga ekologu, thuhet që ka pasuni diku mbi 3 miliardë euro. Me atë pasuni Lazim Destani mund të shkojë të bëhet investitori kryesor ndoshta edhe në klubet më të famshme të futbollit evropian, e lere më me një klub të futbollit Maqedonisë Veriut, por atë ne duhet ta mbajmë si jo më mire, jo kështu ta detyrojmë faktikisht që të ftofet për investime në futbollin e vendit tonë. Plus po flasim për një skuadër që
ka prek ngara evropiane aty ku asnjë skuadër tjetër brenda Maqedonisë Veriut nuk ka prek. Po sa për ilustrim na këtë sezon tash faktikisht do të nisë kupat evropiane, ne do të kemi vetëm 3 ekipe përfaqësuese. Pos neve nëse nuk gaboj vetëm Andorra, San Marino dhe nuk e di Bielorusia apo kush do të qoftë. Sezonin e ardhshëm kthehemi me 4 ekipe në futbollin evropian, vetëm fal faktit që Shkëndia këtë sezon arriti. Sezonin e kaluar ishin 51 Liga e 51 numër në Evropë prej 54 të mundshmeve me koeficient katastrofal dobët. Këtë sezon për momentin jemi 42. Dhe gjithë kjo vetëm fal Shkëndisë Tetovës. Edhe tash ti, vense me inkuraju Shkëndinë Tetovës, unë po them edhe një herë, jo mos me dënu, e ka meritu dënimin, për mos prezencën të futbollistëve në ceremoni zyrtare, për fërshëllim të hymnit të Maqedonisë Veriut dhe për disa probleme tjera që i ka ndodhur. Ama jo kështu. Kjo është e tepër, domethënë kjo është diçka që me të vërtetë është e vështirë për të besuar dhe është bë një bujë shumë e madhe kudo dhe do të shohim çfarë do të ndodhë deri në fund. Shpresoj që edhe një herë tjetër e them mos ta pasoj para se gjithash Shkëndia Tetovës, por edhe në përgjithësi futbolli i Maqedonisë Veriut. Me këtë faktikisht betejë, por edhe me këtë reagim të cilin është duke bërë Federata e Futbollit e që po duket është i njanshëm. Çka mbuni përshtypje se hyn në rrjetet sociale, më interesoi ke pak më shumë me kuptu edhe reagimin e njerëzve nga Tetova dhe reagimi i tifozëve ishte në realitet edhe me udhëhecit e qytetit të Tetovës. Kërkonin reagimin e udhëhecëve të tyre politik në këtë rast. Për fat keq nuk ka reaguar askush deri tash ndaj. As Bilal Kasami. As Bilal Kasami që është kryetari i Tetovës, as instancat më të larta ndoshta politike shqiptare në Maqedoninë e Veriut, gjithashtu edhe ato tonës maqedone, por kam përshtypjen që ata duan faktikisht ta mbajnë një baraspeshë dhe jam i mendimit ndoshta edhe nuk duhet shumë të rzihen në botën e futbollit para se gjithashtu po edhe totalisht në përgjithësi në botën e sportit. Me siguri se ndoshta edhe mund të punojnë faktikisht në prapavi diçka rreth zbutjes, pasi kryetari i Federatës Futbollit Masa Romeragic ka pasur në fillimet e tij faktikisht në emrimin e tij edhe përkundër faktit që udhëzua nga Froni Muhamet Sejdini, një shqiptar, nuk është se nuk ka patur faktikisht përkrahjen e shumicës klubeve, shumicës të anëtarëve faktikisht të kryesisë klubeve të ndryshme, por edhe komiteteve qendrore apo komiteteve të futbollistike të qyteteve të ndryshme në fillimin e emrimit të tij, ndërsa tash me kalimin e kohës po ndodhin shumë ndryshime në këtë relacion, edhe pse edhe një tjetër kam shpresë që para se gjithashtu ndoshta Bilal Kasami si kryetari i komunës Tetovës, por edhe gjithë politikanët më të lartë në instancë në vendin tonë shqiptar të punojnë spaku, të tentojnë të bëjnë diçka rreth zbutjes të dënimit, por edhe para se gjithashtu rreth zbutjes ndoshta të raporteve mes Federatës Futbollit dhe Klubit Futbollit Shkëndia. Po dese mlefi kryesor që e pashke, po them thojza ndoshta i drejt deri diku është fakti që akuza kryesore ka që kur është fushata të gjithë vini vesh në fanellat, kur është koha e ndeshjeve ndërkombëtare, gjithë jeni në tribuna, kur është ndeshja kur fitohet trofeu, gjithë jeni në tribuna, por në këtë rast po heshtni. Tash për tash po, për fat keq kanë hesh gjithë, është për të çudit kjo, por është për ndoshta po them edhe një herë tjetër, po presin shohim pasi ora në zemër dhe Shkëndia nuk është se ka reaguar shumë deri tash. Po. Përjashtim një reagimi i cili ndodhi gjatë natës kalume ishte diku në orët e vonshme dhe diçka që nuk ishte më shumë se 3 paragrafe faktikisht një reagim, e që me siguri janë duke po diçka shumë më të madhe para se gjithashtu në apel faktikisht në ankesën fillimisht në Federatë Futbollit Maqedonisë Veriut, e kam thënë edhe tjera herë, do ta them edhe një herë tjetër, nëse ka nevojë unë do t'ju kisha propozuar, ata e dinë shumë më mirë se unë edhe ti dhe gjithë ne, ndoshta ankesa në instanca dhe shumë më të larta, në UEFA, FIFA, më pas janë edhe gjykata arbitrazhi sportiv dhe të tjera, pasi edhe një herë tjetër e them 105.000 euro është diçka me të vërtet maramenda se për kushtet futbollit të Maqedonisë Veriut, por dhe në përgjithësi të Ballkanit, për të mos thënë edhe të Evropës. Unë sidomos këtu në Ballkan s'kom has në këto dënime kaq të mëdha. Jo, pak. Ka teori faktikisht, 105.000 euro dënim është diçka e pabesueshme, e pa imagjinueshme faktikisht. Unë të falenderoj shumë për kohën mik, dëshiroj gjitha të mirat, faleminderit për krejt këto informacione që ndave me neve sonte. Uroj që ky rast mos mbetet me kaq dhe Shkëndia të paktën ta zbut këtë dënim maramendës. Faleminderit Naim, kënaqësi të bisedojmë edhe pse për tema jo shumë pozitive. Po, e vërtet. Shpresojmë tjera herë të kemi para se gjithashtu të emrohemi me lajme shumë pozitive sa i përket sportit. Tash fillojnë garat evropiane, kthehet pjesa pozitive. Do ta kthejmë Shkëndinë. Shkëndia me siguri do të jetë prapë aty lart, edhe pse shumica ndoshta nuk e dojnë, por Shkëndia shpresoj që do ta dëshmojë veten në një herë. Nuk na kanë dëshpëruar asnjëherë, nuk na dëshpërojnë as tash, se besoj kurr. Padyshim. Të falja. Gjithashtu kalofshim mirë, zot mirë.